Mirë, do të flasim në këto momente për një temë që për shumë qytetarë është e ndjerë, është e bukur, sepse shpeshherë është folur në fakt dhe jemi në një periudhë shumë të këndshme. Dua ta nis tek ajo që ka filluar në datën 1 Mars, të gjithë besimtarët musliman kanë filluar muajin e shenjtë të Ramazanit dhe paralelisht në datën 3 Mars, në mos gaboj, besimtarët e krishterë kanë filluar periudhën e kreshmës, e cila përfundon me Pashkën e Madhe në 20 prill. Për të arsye, unë kam në studio teologun katekistin zotin Miron Çako. Faleminderit që jeni këtu. Edhe kreshmë të mbar. Edhe juve kreshmë të lehtë. Faleminderit. Për të gjithë ata që në ndjekin edhe që ndoshta janë besimtar ortodoks, por nuk janë praktikant, mendohen, tërhiqen, tundohen dhe pas e tërhiqen prap, çfarë nënkupton në vetvete për traditën ortodokse kreshma dhe çfarë rëndësie ka ajo? Kreshma nuk është thjesht një praktikë kishtare në kuptimin që e shpikur nga njerëzit, është një urdhër perëndie. Nëse ne lexojmë në shkrimin e shenjtë, kur Perëndia krijoi çiftin e parë, Adamin dhe Evën, dhe aty fillon gjithë historia jon, prej atyre rrjedhi, i vendosin në një kopësht, kopshin e Edenit, dhe aty dha një ligj kreshmor. Njeriu ishte vegetarian ose vegan në fillim, pra hante vetëm bimë dhe fruta, por brenda këtij ushqimi vegan, Zoti dha dhe një urdhër kreshmor. Ha nga gjithë pemët e kopshtit, po mos ha nga pema e të mirës dhe e të keqes. Se u dha? U dha që njeriu të ushtrojë në lirinë e vet. Pra, njeriu ishte krijuar sipas ikonës Perëndis dhe është i krijuar i tillë, dhe një nga atributet që ka njeriu është liria. Atëherë, njeriu do ta ushtronte lirinë brenda këtij ligji. Dhe fatkeqësisht dim se njeriu, Adami dhe Eva, nuk e mbajtën këtë ligj kreshmor, sepse ata u gënjyen nga Eusfori, nga angjëlli i rënë, i cili tha që hani, se po të hani ju do të bëheni të pavdekshëm si Perëndia, dhe Perëndia e dikte. Por ndodhi e kundërta, kur njerëzit prishën ligjin kreshmor, hëngrën atë çfarë ishte ndaluar, ata u bën qenie të vdekshme dhe pasojmë të gjithë neve, të gjithë si them ato çfarë solli mëkati stërgjyshor. Dhe një ndër to është dhe lakmia për të ngrënë, e cila në vetvete më shumë sjell probleme racës njerëzore dhe shëndetit tonë se sa i sjell të mira, sepse njeriu nuk jeton për të ngrënë, po ha që të jetojë. Por, gjithmonë kemi atë pëshpërim në vesh që duhet të hani se do të vdisni. Dhe kështu njeriu edhe sot, një shoqëri konsumiste, shpik forma ndryshme të lakmisë për të ngrënë, shije të ndryshme, sidomos në ushqime me bazë shtazore, që ka dhe kalori, kanë dhe shije, por në vetvete futet një rreth vicioz, dhe në vend që ta zgjasë jetën, ai e shkurton. Sot jetojmë në një shoqëri ku ka shumë probleme shëndetësore, dhe këto probleme shëndetësore shumica e tyre vijnë nga mos përdorimi i ushqimeve me bazë bimore dhe një çlirim ose më tepër një shpërdorim i ushqimeve me bazë shtazore. Dhe ky është problemi, se neve kemi humbur balancën, prandaj dhe ligji kreshmor që vendos Kisha, që është një urdhër i Zotit dhe një praktikë e lashtë që tek populli i vjetër i Izraelit, pastaj edhe populli i krishterë, është një balancim që ne i bëjmë ushqimeve, të cilat në vetvete janë të gjitha të mirat, si ato me bazë shtazore dhe ato me bazë bimore, nuk ka të mallkuara, ushqime të mallkuara tek neve asnjëherë, as ushqime as pije, por çështja është që njeriu ka nevojë për një balancim. Edhe po ti shikosh, në hapësirën e vitit ose vitit liturgjikal që i themi neve, është e balancuar mbajtja e kreshmës. Çdo javë ne mbajmë kreshëm. Mërkur dhe të premte ne mbajmë kreshëm, sepse mërkura është dita që është tradhuar Krishti nga Juda, edhe Juda e tradhoi se ishte lakmiqar përpara për të blerë diçka më shumë për të ngrënë, dhe dita e premte është ditë të zihet sepse është kryqëzimi i tij. Por edhe brenda vitit liturgjikal ne kemi disa stacione kreshmore më të gjata, siç është dhe kreshma e Pashkës, që është 40 ditë, vetë fjala kreshëm vjen nga latinishtja quaresim, do thotë 40 ditë, që, siç edhe thatë ju, ka filluar në 3 Mars dhe mbyllet cikli 40 ditor në 12 prill, pastaj vazhdon dhe java e madhe, prandaj është kreshëm më i gjatë, shkon 47 ditë sepse janë ditët e javës madhe, por si kreshëm ajo është 40 ditë. Dhe kemi dhe kreshmat tjera, kreshmat e Krishtlindjes dhe kreshmat e apostujve, por po t'i shikojmë, Kisha në gjithë shtrirën e saj, hapësirën kohore të vitit, na ka dhënë gjysmë viti kreshëm, dhe gjysmë viti jemi të lirë të hamë çdo gjë.
Kjo balancon gjithë, si them, shëndetin tonë në konsumimin e ushqimeve. Unë po e shikoj, për ta kuptuar njerëzit, më tepër nga ana gastronomike, se sa nga ana fetare. Pastaj nga ana fetare, kreshma është një ushtrim. Ushtrim për të formuar dhe forcuar karakterin. Që do të thotë, të mësosh, të thosh jo. Pra po jo vetëm tek ushqimi, zoti Çako. Fillon nga ushqimi. Fillon nga ushqimi, për të çuar dhe pak më tej. Atje ku ram, njeriu ra te konsumimi i një ushqimi të ndaluar, dhe pema e të mirës dhe të keqe ose pema e dijes, nuk ishte e mallkuar, nuk ishte e elmatisur. Thjesht njeriu nuk duhet të hante si një, duhet të bindej urdhrit hyjnor dhe do të hante kur ta urdhëronte Perëndia. Por njeriu e mori atë në rebelim. Pra nuk ruajti disiplinën, nuk tha jo. Dhe duke mos thënë jo, është si një makinë që s'ka frena dhe do bëj karambol. Kështu dhe njeriu bëri një aksident në jetën e vet, duke mos thënë jo. Tashti që të forcojmë karakterin për të thënë jo, do ta fillojmë nga ushqimet, disa i ham, disa nuk i ham, atje ku u rrëzuam, dhe kështu dal nga dal, duke filluar nga kreshma fizike, ushqimore, fillojmë te kreshma e mendimeve, kreshma e fjalëve, kreshma e shikimit, kreshma e veprimit, dhe kështu qenia jonë njerëzore, si të them, konturohet dhe ajo ka frena, ditë të ndaloj. Ditë të ndaloj mëkatit dhe pasionet, që të cilat janë shkatrimtare për qenie njerëzore. Gjatë periudhës së kreshmës, a duhet të rrëfehen besimtarët ose kur është periudha më e mirë për t'u rrëfyer, që edhe kreshma pastaj të jetë e pranuar dhe e vlerësuar? Pyetja juaj është shumë e mirë, sepse kreshma nuk është dietë. Ndonjëherë kreshma degeneron në dietë. Fatkeqësisht. E fillojmë si një kreshëm, si një ushtrim fetar, pastaj mësohemi me atë, edhe trupi mësohet me ato lloj ushqimi, edhe pastaj duket një ritëm që ti thjesht mban disa ushqime me bazë bimore, vegetariane, dhe thua unë jam okay. Jo, kreshma nuk është dietë. Ne nuk po marrim formula dietike që po i përdorim tani për të hequr kolesterolin ose një mbi peshë ose diçka tjetër. Jo, kreshma është ushtrim. Dhe kreshma është jo qëllim, po mjet, që do me thënë ti do ta përdorësh këtë mjet, duke filluar nga kreshmor, për të ngritur nivelin shpirtëror tëndin. Pra, do të di se njeriu është një qenie psikosomatike, shpirt-trup. Dhe fatkeqësisht njeriu duke u dhënë botës fizike, dhe këtu futet në ushqimet, njeriu kthehet e humbet nga qenie mendore bëj një qenie shtazore. Pra është i lidhur, është i varur me materien. Ha që t'jetosh, është ai tundimi i parë. Atëre, me kreshëm ne bëjmë një tjetër gjë. Pra ne ngrem shpirtin, pra ne nuk jemi qenie që vetëm duhet ham që t'jetojmë, por ne jemi qenie mendore që ushqemi me shpirtin e Zotit dhe përdorim ushqimin për të mbajtur trupin. Kështu që ne ngrem nivelin shpirtëror. Në momentin që ti ngrihesh shpirtërisht, atëre fillon dhe komunikim me botën shpirtërore, komunikim me Zotin. Pra, në një farë mënyrë fillon skaneri shpirtëror. Në këtë skaner shpirtëror, atëre njeriu kontrollon gabimet e veta, mëkatet e veta, problematikat e tij, si në marrëdhënie me Zotin, në marrëdhënie me tjerë, marrëdhënie me veten, me marrëdhënie me gjithë krijimin. Dhe këtu reflekton, këtu fillon pastaj ajo, si them, largimi i të keqes. Largimi i të keqes nuk bëhet thjesht vetëm me kreshëm, mund të heqim toksinat, mund të heqim bipeshëm, por mëkatin nuk e heqim me kreshëm. Kreshma na çon te pendim rrëfimi, që është një mister i kishës, quhet pagëzimi i dytë, sepse me pagëzimin la gjithë mëkatet, si së gjyshor që i trashëgojmë nga prindrit edhe atë që bëjmë, kurse pendimi i rrëfimit është pagëzimi i dytë. Gjatë kohës së kreshmimit, sidomos kësaj periudhe, ne të krishterët ortodoks jemi thirrur për një reflektim të marrëdhënies sonë me Zotin, me të afërmin dhe me veten. Dhe këtu në këtë reflektim patjetër të gjejmë gabime. Dhe kur ti gjen gabime, atëherë do t'i nxjerrësh, do shirohesh, do shkosh ti rrëfesh. Dhe gjatë kësaj periudhe ne kemi kontakt me atin rrëfys dhe kryejm atë seancën e rrëfimit për të marrë ndjesën e mëkateve. Vetëm kështu kreshma e përmbush qëllimin e saj. Por kreshma përveç saj është dhe një periudhë solidariteti. Pse? Sepse të hap drejt Zotit, pra ti ngrihesh në nivelin shpirtëror, duke ulur nivelin fizik, pra e ul trupin, dhe kështu duke dashur Zotin, pra kreshma është një mjet që na ndihmon të shkojmë tek Zoti, që është qenie shpirtërore, ne shkojmë dhe tek i afërmi që është i krijuar sipas ikonës Perëndis. Por kur shkosh te i afërmi, nuk shosh vetëm me anë të ideve,
ose me anë të ndjenë, do shko me veprime konkrete, pra do bësh veprime dashurie, përdëllimi. Kështu që gjatë kohës kreshmës kemi dhe përdëllim, ndihmojmë njerëzit në nevojë. Për shembull ka njerëz të cilët janë detyruar që gjatë gjithë vitit të kreshmojnë, sepse ata janë njerëz që nuk kanë mundësi të blejnë ushqime që janë të shtrenjta, ushqime bashkëtazore, diçka tjetër. Kështu që neve, gjatë kësaj periudhe që kursejmë disa lekë, se nuk blejmë disa ushqime të shtrenjta, ne me to mund bëjmë bamirësi. Pra është periudhë për të ndihmuar tjetër. Por, kreshma është një mjet që të ndihmon të bisedosh me Zotin. Kreshma duhet shoqërohet me lutjen dhe me leximin e shkrimit të shenjtë. Kështu pra ajo e përmbush qëllimin dhe bëhet një mjet dhe jo thjesht një dietë. A mund të themi që është e realizuar kreshma kur kreshmon dhe kur pendohesh, po pa rrëfyer? Është si punë, dikush është elmatisur dhe ka ngrënë një ushqim ose ka pirë diçka të elmatisur. Në qoftë se ai nuk e nxjerr atë, nuk bën atë. Nuk është shëruar. Nuk helmi brenda trupit dhe prandaj është një terapi e domosdoshme, pavarësisht se smundesh se s'bën. Do të provokosh ta nxjerrësh. E njëjta gjë është me mëkatin. Mëkati mbart energji negative dhe çdo mëkat i përshtatet një rreshti demoniak. Njerëzit kujtojnë mëkatin se është thjesht një gabim. Jo, nuk është vetëm kaq. Në kusaj që bëjmë një mëkat, me dashje pa dashje, një energji demoniake, një qenie demoniake, një angjëll i rënë hyn brenda nesh. Dhe kjo përgjigjet ekuilibrin psikosomatik të njeriut, prandaj fillojnë dhe problemet tona, ankthi, stresi, problemet shëndetësore, sepse mbarti mëkat. Dhe po se nxorë mëkati, nuk del djalli, dhe po s'dori djalli, atëherë ti, si them, kur nuk do të jesh një qenie e liruar, pra e dyzuar. Është problem shumë serioz kjo. Kështu që njerëzit nuk mund të zgjidhen me terapi thjesht psikologjike ose me qetësuesa, siç provojnë, por zgjidhen me pendim rrëfim. Rrëfe mëkatin dhe në moment që rrëfe mëkatin del energjia negative dhe ti çlirohesh. Pra, kjo është, si them, e mira e misterit pendim rrëfim, që është i domosdoshëm dhe e ndihmon periudha kreshmore. Ndërkohë, çfarë rëndësie ka Pashka për besimtarët e krishterë? Është një nga festat më të rëndësishme. Festa qendrore e vitit liturgjikal. Do me thënë, Pashka është gjithë kulmi i besimit tonë. Thot Apostull Pavli, gjithë besa jonë është tek që Krishti u ngjall. Dhe nëse ne nuk besojmë se Krishti u ngjall, dhe atë nuk ka ngjallje të vdekur, atëherë gjithë besimi në shikot. Pra, ne besimtarët nuk jemi njerëz të cilët e harxojmë kohën me besimin. Thjesht për të pasur disa gjëra të mira në këtë jetë. Ne kemi një vizion për tek kësaj jete. Ne besojmë se jeta kalon në 3 stade. Stadi embrional, që kemi qenë të gjithë, në atë mikroplacentën, kemi në stadin koda hapësirë, në këtë placentën e madhe që jemi këtu, të rrethuar nga një placentë, dhe kalojmë në stadin e përjetësisë. Kështu që neve përpiqemi për ty në përjetësi. Dhe ne besojmë në ngjalljen e të vdekurve. Ky nuk është një mit, njerëzit nuk duan të vdesin, sepse vdekja është aksidentale për shkak të mëkatit fillestar, por asnjë nga njerëzit nuk e mundi dot vdekjen. I pari që e mundi vdekjen është Krishti. Dhe kështu që ngjallja e Krishtit, ngjallja jonë, dhe ne duke kremtuar ngjalljen e Krishtit, ne kremtojmë ngjalljen tonë shpirtërore, duke pritur ardhmën e të Krishtit që është ngjallja trupore. Dhe që në këtë jetë ne parashijojmë këtë mister të madh të ngjalljes. Dhe këtu jep dhe kuptim qëllimi i jetës. Mendoni sa e kot do të jetë jeta, sikur ti bën gjithë ato përpjekje dhe gjithë ato humbasin varr. Dhe me thënë shumë njerëz që shkojnë në fund të jetës, që nuk besojnë në ngjalljen e të vdekurve, se nuk besojnë në ngjalljen e Krishtit, në fund të jetës duket jeta kot. Bëm gjithçka, çfarë bëm? Kujt ja lam, si i lam, pavarësisht se mund të kenë fëmijë të gjithë, po prap brenda qenies tyre ka një dëshpërim, sepse i duket asgjë. Çfarë ndodh me këta njerëz? Po, këta njerëz fatkeqësisht e vuajnë ferrin që në këtë jetë. Ferri është një vend vetmie. Ferri është një gjendje ku njeriu është i vetëm përjetësisht. Para asaj është një vend shoqërie ku ti rri me Zotin, rri dhe me të tjerët. Dhe nëse që në këtë jetë ti nuk ke komunikim me Zotin, ti nuk ke komunikim as me të tjerë, një komunikim të vërtet, dhe je një qenie e vetmuar. Dhe kjo është tragjedia më e madhe që njerëzit, si them, vuajnë që në këtë jetë ferrin. Ne do jemi e sigurt prapë përsëri së bashku kur të vi periudha afër mezit të prillit, kur të vi periudha e Pashkës, sepse do të flasim shumë e bukur dhe e rëndësishme dhe periudha e java e madhe e Pashkës, lyerja e vezëve me të kuqe, dhe gjitha traditat që janë shumë të bukura, por që
pranohen dhe më vjen mirë që pranohen dhe nga besimet e tjera dhe kjo është shumë e bukur. Kam një pyetje të fundit, zoti Çako. Kanë kaluar më shumë se 40 ditë nga ndarja nga jeta e fort lumturisë së tij kryepeshkopit Anastas, u publikua dhe testamenti dhe është një vepër hynore që gjithë pasuria e tij u lakishes edhe në përdorim gjithë besimtarëve. Mund ta dim se cili do të jetë pasardhësi i tij? Aktualisht është mitropoliti i Korçës që është në krye të fronit të kishës apo jo? Mitropoliti i Korçës, Irsi Joani, është mbikëqyrës i fronit. Mbikëqyrës i fronit. Por do me thënë, deri në momentin që zgjidhet një kryepeshkop tjetër, ai e mbikëqyr bashkë me anëtarët e sinodit. Të dielën mblidhet Këshilli Kleriko-Laik dhe Këshilli Kleriko-Laik do të vendosi për kandidat. Këta kandidat pastaj shkojnë në sinod dhe brenda në sinod bëhet, si them, votimi për kandidatin dhe për atë që do shpallet kryepeshkop dhe nuk do vonoj shumë dhe ju do ta merrni vesh se kush do të jetë. Besoj para Pashkës do të jetë. Po jo, këtë të diel, do jetë këtë të diel. Pritet domethënë të shpallet si them ai që përfaqëson kishën, sepse kryepeshkopi është ai që përfaqëson kishën dhe kisha drejtohet nga sinodi dhe ne presim sipas vullnetit hynor. Nuk është se kryepeshkopi ka lënë një testament që do ta trashëgoj ky, të gjithë anëtarët e sinodit kanë kapacitetin për të qenë një kryepeshkop, sepse të gjithë ka qenë nxënësit e kryepeshkopit dhe kanë gradën episkopale, por midis tyre do të zgjidhet një i cili nuk zgjidhet thjesht vetëm me dëshirë njerëzore, është me vullnet hynor që mban kryqin për të qenë ai përfaqësues i kishës ortodokse ato që fale në Shqipëri. Por duhet dini se kisha i ka kopsitur të gjitha gjërat, nuk ka rastësi, në kuptimin që ka ngërçe, zbatohet në mënyrë rigoroze statuti i kishës dhe siç thash, këtë të diel do të bëhet procedura, pra Këshilli Kleriko-Laik mbledhet, zgjedh kandidatin dhe votohet në sinod dhe shpallet. Pastaj mund bëhet fronëzimi në një kohë çik më pas. Por besoj se këtë të diel ne do të marrim vesh se ka zgjedhur Zoti që të vazhdojë veprën misionare apostolike të ringjalljes së kishës, e tani kisha është e ringjallur, por të vazhdimësisë së ortodoksisë në Shqipëri. Dhe kjo është një detyrë e vështirë, sepse e vështirë është për ta nisur, por shumë e vështirë për ta mbajtur. E vërtetë është. Unë ju falenderoj zoti Çako, që ishit edhe për të lajm që na përcollët dhe do të jemi përsëri për të folur për të tjera tema në lidhje me besimin ortodoks. Ne do të shkojmë në reklama dhe si gjithmonë në pjesën e fundit flasim për sport vetëm pas disa minutash.